Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lutim Engjëllin e Zotit. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shetja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërptoria e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shetja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banojmë ndër ne. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shetja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënë po të lutemi o Zot. Ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëhiq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Themi një atyun të falemi Mari për shpirtrat e purgatorit. Atyun që je në qiell, u shenjtroft emri yt, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shetja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, dhe i shndrej drita e pambaruar. Pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është e premtë dhe jemi në javën e 5 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hymë eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni orës së 6. Mbreti i fortë hyi vërtet, që sundon të gjitha sendet. Me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarë shkëlqen mesditën. Shuaj flakët e shamatave, flakë zjarin e dëmprurësve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe ti birë baras me atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë, vrapoj udhës urdhërimeve të tua o Zot, sepse ti ma ke zgjeruar zemrën. Psalmi 119, pjesa e 4. Shpirti im hiqet zvarë në përpluhur, më përtrisi pas zotimi që më dhe. I kam treguar udhët e mia e ti më dëgjove, mi mëso rregulloret e tua. Bëj ta kuptoj udhën e urdhërimeve të tua, e do t'i kujtoj mrekullitë e tua. Për i trishtimit shpirti im qanë me lot, më forco shpirtërisht sipas premtimit që më dhe. Më mba larg nga udha e renës, më pajis me ligjin tënd, e kam zgjedhur udhën e së vërtetës, në zemër i kam urdhërimet e tua. Jam lidhur pas vendimeve të tua o Zot, mos lejo të turprohem. Vrapoj udhës së urdhërimeve të tua,
sepse ti ma kesh ndritur zemrën. Lavdi Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. vrapoj udhës së urdhërimeve të tua, o Zot, sepse ti ma ke zgjeruar zemrën. Antifona e dytë, shpresoj në ty o Zot, nuk kam se si të rrëzohem. Psalmi 26, urata e njeriu të pafajshëm. Më jep të drejtën o Zot, sepse jetoj në pafajsi, i mbështetur në ty, nuk kam se si të likështohem. Më shqyrto o Zot e më vër në provë, mi pastro me zjarë veshka e zemër. Parasysh e kam dashurin tënde, jetoj e veproj si pas drejtësisë sate. Nuk ri me njerëz të këqij, as bëj shoqëri me njerëz shtiracak. I urrej mbledhjet të paudhëve, e me njerëz të pabesë nuk do të ri. Në pafajsi laj duart e mia, e rreth i sillem lterit tënd o Zot, për ta shpallur botrisht lavdin tënde, për t'i kumtuar të gjitha mrekullitë tua. O Zot, e dua shtëpinë ku ti banon, dhe vendin ku qëndron lavdia jote. Mos e shoqëro shpirtin tim me atë të mëkatarëve, as jetën time me atë të gjaksorëve. Në duart të tyre është paudhësia, e djathta e tyre është plot dhurata, e unë jetoj në pafajsin time, më shpërble o Zot, e ki dhembje për mua. Tash më këmba ime shkel në udhë të drejtë, në bashkime do ta bekoj Zotin. Lavdi Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Shpresoj në ty o Zot, nuk kam se si të rrëzohem. Antifona e tretë, në Zotin e vura shpresën time, dhe ai ma dha ndihmën e vet. Psalmi 28, lutje dhe falënderim. Të thras në ndihmë o Zot, hyji im, mos rri shurdh ndaj meje, sepse po ndenjë shurdh ndaj meje, do të bëhem si ata që zbresi në varr. Dëgjoja zërin e lutjes sime kur me afsh të thëras në ndihmë, kur i ngre duart e mia në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. Mos më merr me mëkatar e me ata që bëjnë të keqen, flasin për paqe me të afërmit e vet, kurse në zemër përbluajnë të keqen. Qoftë bekuar Zoti që e dëgjoj zërin e lutjes sime. Zoti është ndihma ime, mbrojtësi im, në të shpreson shpirti im dhe gjeta ndim. Zemra më gëzohet e me këngën time falenderoj. Zoti është fuqia e popullit të vet, kështjell shpëtimi për të shuguruarin e vet. Shpëtoje popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd. Priju e ngri deri në amshim. Lavdi Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. në Zotin e vura shpresën time, dhe ai ma dha ndihmën e vet. Leximi i shkurtër i orës 6 marrë nga letra e 2 drejtuar Korintasve kapitulli 13, rreshti 4. Vërtet Krishti që e kryqëzuar për shkak të dobësisë, por jeton në saj të fuqisë së hyjit. Po, edhe ne jemi të liksh në të, por do të jetojmë në të në saj të fuqisë së hyjit. Jam i lodhur dhe i raskapitur o Zot. Bëj që të jetoj me anë të fjalës sate. Të lutemi, o Zot Jezu Krisht, ti në orën 6, kur teri po e mbulon të botën, që e guzhduar në kryq, flije pafajshme për shëlbimin ton, na e dhuro për heradri që e udhëheq njerëzit në udhën e jetës së pasosur, ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen.